Fustane dhe kapele shumë ngjyrshe, çanta, këpucë luksoze dhe të tjerë janë disa prej artikujve të princeshës Diana që do të shiten në një ankand online më 26 qershor. Shtëpia kaliforniane e ankandeve Julians, organizatore e ankandit, i ka ekspozuar ato në një muze në Irland ku do të qëndrojnë deri më 17 qershor. Mes veshjeve veçohet ky fustan blu prej mëndafshi dhe me lule i markës së famshme luksoze britanike Belleville Sassoon i vitit 1988. Princesha Walesit e ka veshur atë në vizita jashtë vendit në Australi, Spanjë, disa vende të Afrikës, por edhe në aktivitete të ndryshme në Britaninë e Madhe. Pritshmëritë janë që ky fustan të shitet për $200 deri $300.000, ndërsa fustani i verdh me lule ekspozuar ngjitur me të i stilistit Bruce Oldfield, i veshur nga princesha gjatë vizitës në Gjirin Persik në 1987, pritet të shitet deri në $200.000. Në ankand është edhe fustani i martesës në 1981. Ky është ankandi më i madh me 100 objekte që dikur i përkisnin princeshës britanike që ndroi jetë në një aksident tragjik në 1997. Një pjesë e të ardhurave do të shkojnë për bamirësi.